kthehen pak të 17-ave të tua faktikisht. 17 ti more çantën pack Po. edhe u largove. Pse u largove? Të më realitetin që atë u largova për shkak shmëruar provimin të maturës. Edhe unë së bashku me një shokun tim të miris nuk kishin dalë as mirë rezultate. Edhe ma mendimi që tham, hadi ikim jashtë se do bëhet më mirë. Ishte viti 2015 ku gati gjithë po ikim. Si e zgjodhi ti Suedin? Realisht thjesht domethënë do të zgjidhja një vend që të ishte ndryshe nga këta të tjerë, domethënë Gjermani, Angli, Francë kishin shkuar gjithë. Suedia më pëlqente se më pak që daja ime atje, edhe më tregonte informacione se si ishte si don. Ama kur shkuam nuk dini se ku do shkonim. Ti ke ikur me bilet së avioni, trageti? Shkuam me avion nga Maqedonia, po nga Tirana Maqedonia me autobus. Okay. Edhe kur shkuam për biletën nuk dinim vendin fiks dhe në çfarë qyteti do shkonin në Suedi? Do prisni biletën. Po. Edhe thjesht pam hartën tham këtu do zbresim. I vendosëm gishtin edhe ram Gothenburg. Në Gothenburg. Në Gothenburg. Po, është qyteti i dytë i Suedisë pas Stockholmit.